Ish futbollisti Eros Grezda, i cili është menaxheri i mesfushorit etnik Bruti, ka konfirmuar se lojtari do të ftohet në kombëtaren e Shqipërisë. Bruti, i cili ka qenë kapiteni i Kosovës U21, po kalon tek Shqipëria dhe mund të luajë ndaj Anglisë e Andorrës në kualifikueset e botërorit, zbulon Grezda. Është e vërtetë që kemi rënë dakord me Federatën Shqiptare të Futbollit. Çështje ditësh që ai të pajiset me pasaport dhe do të luajë ndaj Anglisë dhe Andorrës, tha fillimisht Eros Grezda për Sports Show. Unë i kuptoj diskutimet që janë bërë, por nuk e kuptoj që e quajnë tradhtar. Ai nuk po i bashkohet Maqedonisë. Gjithsesi, unë do të thoja që për Brutin është privilegj të luajë tek Shqipëria. Është faji i Federatës së Futbollit të Kosovës që nuk e kanë ftuar më herët. Këto janë akuza të rënda nga njerëz me autoritet. Nuk mund t'i thuash i pabes këtij lojtari, deklaroi Grezda. Mëtej ai kujtoi edhe 2 shembuj të tjerë aktual që nga Kosova kanë kaluar te Shqipëria. E kishim aty Mirlin Dakun dhe Arber Hoxhën, e kur po shkojnë tek Shqipëria thanë janë tradhtar, deklaroi Grezda.